këto 2 vitet e fundit, dhe jo vetëm 2 vitet e fundit, po edhe vitin 2019, prej kur se ka ardhur zoti Kurti në pushtet, qëllimi ka qenë çdo herë që të kemi zgjedhje për të shkuar në zgjedhje. Dhe nëse nuk ka ndonjë ndryshim të madh politik, që unë pres dhe kërkoj ndryshim të madh politik, ne do të marrim zgjedhje për të shkuar përsëri në zgjedhje, se zoti Kurti nuk marr zgjedhje për të qeverisë dhe kriju qeveri të re. Por marr zgjedhje për të shkuar përsëri në zgjedhje, marr zgjedhje jo për të zgjidhur probleme, por për të krijuar kriza politike. Dhe unë mendoj që qytetarët e Kosovës, nëse kanë harruar 2019-ën, që ai qëndroi 50 ditë në pushtet, të paktën e kujtojnë 2025-ën, që kishim 2 palë zgjedhje, dhe 2026-ën që hym në kriza të reja politike, se krizat politike janë karburanti politik i zotit Kurti, janë ato që mbajnë në pushtet zotin Kurti, por unë mendoj që përtej asaj se çfarë ndodh me procesin nga zgjedhje në zgjedhje, qëllimi politik është edhe më i frikshëm se sa vetëm mbajtja e zgjedhjeve. Cili është qëllimi politik? Qëllimi politik është ajo që ka ndodhur me 27 dhe me 28 prill. Që unë mendoj që shënon pikën më të ulët të demokracisë në Kosovë. Përpjekje për një puç kushtetues. Dhe zoti Kurti nuk dëshiron dhe nuk ka qenë tema asnjëherë se si të zgjidhet presidenti, kush mund të jetë president, çka mund të bënë opozita, çka mund të bënë ai. Prej fillimit qëllimi ka qenë që ta ndryshon sistemin tonë kushtetues, e ka thënë me 17 shkurt në fjalimin që kushtetuta e bazuar në atisarin ka qenë e nevojshme dhe domosdoshme për ta shpallë pavarësinë dhe për të marrë në njohje, po duhet të shkojë matutje. E ka thënë zonja Nagavci në fjalimet që shkruan dikush tjetër, se nuk ka këtë kapacitet fort me shkruar fjalimet e tilla, dhe tha me përgjegjësi më të madhe, që kushtetuta ka qenë e nevojshme. Formulimi i njëjtë, po duhet shkohet përtej kësaj. Prandaj mendoj që vetë nuk rezultoi, nuk u materializua me ndonjë përpjekje të që e pa, ndonë se lojra politike kishte gjithsesi nga secila anë. Nga secila anë kishte nga një anë. Nuk kishte lojra politike nga secila anë. Nëse dikush hyn në një proces antikushtetues dhe synon që ta zgjedhë presidentin me 61 vota, unë po tham me përgjegjësinë më të madhe. Nëse nuk ndodh ndryshimi politik që unë kërkoj për qytetarëve, që ndryshimi politik të ndodhë me 7 qershor, ju mban në mend këtë fjalë time, ju do ta shihni këtë skenar. Ose në fund të 2026-s, ose në 2027-ën, dhe do të kem dilema rreth asaj do të bëhet përmes ndonjë gjykate kushtetuese, e cila do t'i nënshtrohet zotit Kurti, apo përmes ndonjë dhune politike, përmes ndonjë politike të nënshtrimit të opozitës. Po t'ingllon kjo, dhunë politike. Po, do të thotë ajo e 27 prill dhe 28 prillit në gjuhë angleze dhe gjuhë gjermane ka qenë dhunë politike, dhe është dhunë politike të ankohen. Nuk është përpjekje për me dramatizuar nëse dikush del prej binarëve të sistemit politik. Dhe nuk e ka kvorumin, as 80 vota në kuti, as 80 vota për kvorum në sallë, dhe vetëdijshëm hyn në një rrugë, në një autoban, një kash. Unë mendoj që është prej skenarëve më të frikshëm të cilat i ka Kosova, dhe unë i ftoj qytetarët e Kosovës që zgjedhjet e 7 qershorit të mos i shohin si zgjedhje të zakonshme ku na bëjmë oferta për atë se si do ndryshon jeta, po do të jetë betejë e fundit për demokracinë këtë vend. Qëndrimin që unë do ta them, si deri më tani zoti Lima nuk ka pas ndonjë takim me zotin Hamza. Dhe për mua çon pesh, a do të takoj zoti Lima me zotin Hamza për ta trajtuar një temë të tillë se si do duket bashkëpunimi i tij dhe i nisës me Partinë Demokratike. Tani unë t'jap qëndrim, s'mund t'jap qëndrim unë pse ka shumë se ka qëndrim të zotit Limaj, ju po thoni takim, por ai i dërgoi një letër gjatë ditës, se keni lexuar besoj. Do thotë që t'jemi qartë. Personalisht, unë jam që ta shoh PDK-n sa më të bashkuar. Se nëse rrezikun që po bashkoj është serioz, permanent, i cili ka qenë të kaluarën, i cili mund të jenë të ardhmen, jam për atë që ne ta debatojmë se si ta kem një lidhje zgjedhore sa më të mirë. Kam qenë dhe jam i thari asaj që të ketë edhe koordinim mes opozitës më të mirë.
që të ketë edhe koalicione më të mira, që ndoshta edhe PDK-ja me AK-n bënte një koalicion që ka qenë preferenca ime më... Është e pamundur tani. Pash trejnë ka ikë. Po për te kësaj, unë e shoh të rrugës që ne, kurdo që e kem mbledhjen e radhës të kryesisë, ta debatojmë një temë të tillë, nëse ka një kërkesë nga zoti Limi. Ka një kërkesë publike që ai ka bërë përmes një letre që ai ka bërë publike gjatë ditës sotme, dhe kjo bëhet pak e çuditshme zoti Hoxha, pasi PDK-ja sot tha që ne kemi një email ku ata që janë të interesuar të bashkohen Partisë Demokratike mbas edhe për të futur në listë të na shkruajnë. Pra është e hapur ndaj gjithkujt dhe jo ndaj atyre që ishin një kohë në PDK. Pavarësisht do të thotë që dikush e ka mohu këtë punë, unë mendoj që mbledhjen e fundit e kem... Ka zyrtar që kanë mohu, zonja Qitaku, për shembull para 2 ditëve. Zonja Qitaku ka reflektuar mbi një situatë e cila ka qenë konkrete vitin e kaluar, ku s'ka pas vullnet politik. Por në politikë çdo ditë është e re. Prandaj, çka do që unë do duhet të them personalisht, do ta them në kryesi të partisë. Dhe nuk do të ishte fair që këtu unë t'jap qëndrime se kush mund të hynë në listë dhe kush mund del prej listës përpa dha mendimin në kryesi të partisë. Më shumë për mendim personal. Do të thotë vazhdimisht kur ka marrë dhe një qëndrim që ka qenë edhe ka njëherë në kundërshtim me ata që kanë menduar një pjesë e kolegëve në parti, unë i kam thënë këto gjëra në kryesi të partisë. I kam thënë në këshill drejtues. Apo jeni kujdesshëm se nuk po e dini epilogun në fund apo? Jo, po ta them parimisht. Do të thotë nuk fol njeri jashtë shtëpisë përpa tha mendimin e tij në shtëpinë cilën i takon. Unë jam antar i kryesisë dhe jam deputet dhe jam, se më thonë, menjos ndaj elektoratit PDK-s. Po ju keni folur për PDK-n, për shembull, para zgjedhjes së zotit Hamza, ju nuk kishit dakord për atë gjë. Po këtë gjë e kam thënë kryesi. Po, e kam thënë fillimisht kryesi. E kam thënë kryesi të partisë. Po dhe në rregull, pra... E kam thënë kryesi të partisë me tonë edhe ma dramatik se sa kanë dalë jashtë. E kam thënë këshill drejtues. E kam thënë konvent të partisë. Mandej kam folur edhe në media. Prandaj edhe sonte, edhe çdo herë, unë nuk flas asnjëherë për qëndrimet të cilat do duhet i merrte PDK-ja, përpa tha mendimin tim në PDK. Nëse pajtohem me diçka, pajtohem, nëse nuk pajtohem, mund ta them edhe jashtë, nuk është ndonjë problem. Por unë çka e shoh skajshmërisht të rëndësishme është që partitë politike në opozitë, të cilat garojnë këto zgjedhje, do duhet ta krijojnë një frym, do duhet ta mobilizojnë popullatën, do duhet ta krijojnë një shpresë, një vullnet të ri, dhe mendoj që këtu PDK mund të jetë e vetmja e cila e bën një gjë të tillë, se unë nuk shoh. Çka mund t'ju thoni sot pas vetëm disa muajsh që ju ishit në terren? Cili është ligjërimi ju që keni me qytetarët, pse duhet ju besojnë tash më shumë se që ju besua në dhjetor? Ju tham ata që ju kem thënë edhe viteve të fundit që ai binomi i shpresës i cili ishte i vitit 2019 dhe 2021, Vjosa Osmani dhe Almin Kurti u treguan që janë boshti së keqes. Dhe mendoj që zoti Osmani ka një përgjegjësi të madhe që ka sjellë zotin Kurtin në pushtet 2019-ën. E ka një përgjegjësi shumë të madhe që ja ka mundësu 2021-ën me arrit një fitore maksimale mbi 50%. Dhe unë i them qytetarëve që PDK-ja është e vetmja shpresë, e vetmja forcë, e vetmja strehë e fundit e cila realisht mund tjetë opozita e vërtet dhe e mërfill dhe besoni Partisë Demokratike. Zonja Osmani do tjetë në kryet listës LDK-s, nëse do konfirmat. Ju takon kolegëve të LDK-s dhe unë ju dëshiroj sukses kolegëve të LDK-s dhe nuk jam këtu që ta gjykoj veprimin e tyre. Dakord veç se ju po gjykoni në formë goxha të ashpër të kaluarën e zonjës Osmanit, në të ardhmen ju mund të uleni si parti me LDK-n për të zhvilluar bisedime potencialisht qoftë për qeverim, nuk e dim rezultatin cili do jetë, po zoti Hoxhaj, ju që tash po duket që keni një gjuhë të ashpër ndaj një partneri potencial. Unë kam thënë këtë gjëra 2021 në Eraldin në Kuvend të Kosovës, ku zonja Osmani është zgjedhur presidente. I kam thënë 2019-ën në atë kohë si ushtruesi të dy sekretarit të PDK-s. I kam thënë 2019-ën kur PDK-ja ka mbetur në opozitë. Dhe unë jam për atë që ky vend ketë politikanë që kanë parime, jo oportunista, jo kameleon politik, që ndrojnë partinë ma shpesh se sa këmishën apo këpucët.
dhe mu më takon që të gjykojnë këtë formë, se nuk po shpiki, nuk po ofendoj, po për thamë një realitet për cilin unë kam qëndru në këto 7 vite në opozit, do të qëndroj në këtë fushat zgjedhore në këtë formë. A jeni pezmatun ju që, pavarësisht që ka është punë e LDK se kë e zgjedh në kryet listës që... Jo, mos jam i pezmatun unë... Jo, kjo gjuhë duket ashtu. Po nuk jam për pezëm unë këto, asë për mlef. Po gjuha që përdoret shkon në atë linjë, zoti Hoxha. Jo, është vlerësim politik. Unë nuk jam asë për pezëm, asë për mlef. Jam për gjykim fort politik dhe menoj që kur të gjykoj shumë politikisht në mënyrë të drejtë. Nuk do duhet ta ndryshoj unë mendimin për zonin Osmani, nëse zonin Osmani është prish me zotin Kurti për shkak të pozitave personale dhe nuk e kam mbrojt Republikën e Kosovës edhe ku është nënshkru marrëveshja e damshme e Brukselit, edhe ku është nënshkru aneksi Ohrit, edhe ku është afëru draft statuti asociacionit i cili rënon themelet e shtetit e Kosovës, edhe kur zoti Kurti ju ka godit juve si media se ka tha asnjë fjali të vetme, a ka tha diçka? A ka thona jo? Ma thutash. Po, e kemi pa atë? Po, jo, ma thutash. Ka qenë publike që nuk se ka pasë reagime. As për ndonjë kauz tjetër, dhe unë nuk kam personale as me zotin Kurti, as me zotin Osmani. Këtë që kam është shumë politike, dhe këtë që po thamë sonte është shumë politike që përputhet këgjë me një realiteti i cili është etablun Kosovë. Çka nëse ju? Jo, ndëgjoj, nëse në 2025 dhe 2026 e kem këtë krizë, ku ka burimin kjo krizë? E ka në 2019, e ka në 2021. Nëse dy njerëz që erdhën në pushtet si koalicioni shpresës për 7 vite ofruan izolim të vazhdueshëm ndërkombëtar, shpopullim të Kosovës. Unë jam fshatra të ndryshme, ku ki fshatra me një familje, ose ndoshta pas një njeri. Dhe pyetja është, a jetojnë sot dhe me mirë qytetarët e Kosovës 2026-ën, se sa kanë jetu 2019-ën? Është ma mirë pozita ndërkombëtare e Kosovës, ma mirë në 2026-ën, apo ka qenë 2019-ën, ose në 2020-ën, ku zoti Hoti ka qenë kryeministri i Kosovës që arriti marrëveshjen e Washingtonit dhe e solli Kosovës njohjen nga Izraeli. Këto janë tema, nuk janë tema të pezmit personal, as të mbllefit personal. Jo, por kjo as do reflektoj për shembull çka nëse do ju kisha pas disa muajsh kur ju do të negocioni me LDK-n për ndarjen e pushtetit e zonja Osmanit, do të ishte në ato negociata. Na jemi në zgjedhje dhe unë po them qytetarëve në këto 7 vite ka një konstante politike dhe kjo konstante politike është PDK-ja. Ata duhet i besojnë PDK-s. Ata duhet na besojnë neve, sigur se kem ditë me udhëheq këtë vend drejt lirisë, drejt pavarësisë, që na do të jemi përsëri të njëjtit, që do të udhëheq me Kosovën, fuqishëm, që të jetë një vend që është demokratik, që respekton kushtetutën, që respekton institucionet, që respekton aleatet perëndimor, dhe i cili nuk e krijon një situatë që aplikimi jonë për ta marrë statusin e kandidatit, metet që 3 vjet në sirtar dhe nuk trajtohet. Eva Pallatova sot ditën e djeshme tha që du ta bëni ju punën, pra nuk mundemi ne t'i bindim vendet anëtare. Nuk jem të folë, du ta bëni ju punën. Na